vësadikati, edhe një gru e sinqert, që respekton bashkëshortin e saj, respekton prindit e bashkëshortit saj sikur i respekton prindit e vetë. Edhe kjo është xhenet. Allahu Gjelle Gjelalu urdhën e thot, e adda Allahu lahum magfiratan wa ejrin adhima. Ata kanë ka Allahu shpërblim dhe falje të madhe. Pra, i sinqert edhe e sinqert. A të duhet kjo sodo ju të dashur besimtar, besimtare, që dalësh për para Zotit Gjellë i sinqert, për çfarë vujt sot kjo shoqni, këto njerëz. Dhe inshallah bëhet sebet ky Kurban Bayram, që njerëzit përmirësohen, që njerëzit shkojnë drejt Zotit Gjellë të falën, të mëshirohen. Pa e shikoni, dhejmë sot në këtë ditë, dhe puna e parë që bën, i lutë me Zotit. Falemi, edhe dashurin e tin Allahu Gjellë e urdhroi dhe i tha, fasalli li rabbike wanhar. Falu edhe prej kurban për hir të Zotit tënd. Pra herën e parë, falu. Të ka dhënë Zoti mirësi dhe begati. Të ka dhënë shtëpi, falu. Të ka dhënë bashkëshort, bashkëshorte, falu. Të ka dhënë fëmijë, falu, thot. Bjerë në sejdë herë. Falenderoj Zotin Gjellë Gjelaluhu. Të ka dhënë pasuri, falu. Të ka dhënë një makinë të mirë, të ka dhënë tokë, të ka dhënë mirësi dhe begati, të ka dhënë shëndet, falu. S'ka gjë pa falje. S'ka mirësi më të madhe se sa falja. Fasalli, thot, falu. Nuk e la dërgumin e tij absolutisht vetëm tek falja. Masa le tha me prej edhe kurbanin. Edhe kurbani është diçka e bukur, diçka e mirë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishte tek kurbani e priste, por nuk e konsumon të gjithë vetë. Pse a e tham që të përmirësohemi? A bën që njëri për shembull ta presi kurbanin e tij dhe mos shkojë me viru Bajramin nënës vet, babës vet, nuk bën. Nuk bën. Pra, ti që ke ardhur sot në këtë vend këtu dhe po i merr këto këshilla, merri dhe shko atje, zgjatje dorën. Ma bëj halal. Për pak gjojmë i prish, në u fut shejtani mes, i jepje dorën. A bën që ti mos ta respektojsh, mos ta dush babën. Apo smunje tjetër e rrezikshme që përhapet në njerëz. Kujdes, djem, vajza. Martohemi për lek, martohemi për shtëpi, martohemi për makinë. Martohemi dhe smartohemi nëse kanë prindër në shtëpi. Jo. Mos e shkatroni familjen, mos e shkatroni veten tuaj. Pra djem të ri, vajza të reja, largojeni këto. Zgjidhni besimin që ka tek Zoti Gjellë Gjelalu secili prej jush. Dhe mos e leni veten t'u kaloj mosha, por martohuni. Pse Allahu Gjellë Gjelalu do t'ju begatoj, do t'ju mëshiroj, do t'ju japi ato mirësi që s'mund t'i paramendoni. Vllazër dashur, nona dhe besimtare, Allahu të mëshiroj inshallah, lutem, o Zot, të gjithë ne që jemi sot këtu na fal dhe na mëshiro. Na afro tek madhja jote. Mos na ndaj nga adhurimet. O Allah, të gjithë ato që vijnë sot tu po janë smur shëroj, me një shërim dhe kthejnë gjendjen më të mirë që kanë qenë. O Allah, ato që vijnë me borxh, me hall, lehtësoja, ndihmoj që t'i likujdojnë ja Rabbil Alamin. O i modhi Allah, ato që vijnë pa martu sot djem dhe vajza, mbas ti Kurban Bajrami martoj. O Allah, ato që vijnë sot këtu në këtë Kurban Bajram, po janë pa punë, o Allah punsoj. Jepu punë halal, jepu rizq halal, mirësi dhe begati. Ato që vijnë pa shtëpi, o Zot, jepu dhe shtëpia. Ato që vijnë me halle, me telashe, lehtësoj o i modhi Zot. Afroj tek madhnia jote, ja Rabbil Alamin. O i modhi Allah, ata që janë sot moshë vjetër, mesin tonë, lehtësoj ja Rabbil Alamin jetën. Vazhdoje jetët me iman edhe me rizq halal. O Allah, të lutem për gjithë ato fëmijë të vegjël, rriti me dinë, me rizq halal, me prindit e tyre, ja Rabbil Alamin. Afroj tek madhnia jote, ja Rabbil Alamin. Mbajnë në kujdesin e madhnisë tënde. O Allah, të lutem për gjithë ato njerëz kudo që janë sot në përbot dhe që janë kaplu nga luftrat ndryshme, o Zot, mëshiroj.
largoja qafirët mos besimtar, ja Rabbil Alamin, dhe ndihmoj që të kenë jetën e tyre me mirësi dhe me begati oj, ma dhe Allah. O Allah, lutem, për gjithë dhe të dashurit tonë që i kemi larg vendit, bashkoju Zotit Isis, dhe kujdesu atje ku janë, ja Rabbil Alamin. O Allah, lutem për gjithë ne që jemi këtu, si që na bashkova sot në këtë ditë, na bashkoj dhe në xhenetet e larta. O Allah, s'kemi tjetër veç madhës tënde, iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ne vetëm ty të përulemi, vetëm prej teje kërkojmë ndihmën dhe lutjet tona shkojnë dhe për gjithë të dashur, të cilët na kanë kaluar prej kësaj jete, fali mëshiroj dhe bëj për banorët e xhenetit. Vëllezër besimtar dhe besimtare, mbas 10 minuti pritet edhe kurbani, por mas pare t'ja urojmë gjithë kurbanin, Bajramin njëri tjetrit. Për shumë vjet edhe gëzuar gjithë. Allahu ju bekoj.